Sepse prej ligjeve të Allahut në tokë është që Allahu nuk e sjell ndihmën e tij pa i sprovu njerëz. Një pjesë e këtyre që thonë se janë hak, akoma s'janë sprovu. Nuk kanë hinë sprov. Si ka mundësi marrë ndihmë Allahut? Pa u sprovu, nuk ka kështu. Allahu xhelle xhelale, Zoti i madh, të dërguarit e vet, njerëzit më të dashur, po e marr gëtras Muhamedit alayhi salatu wassalam, nuk e kanë ndihmu pa e sprovu. Ndërsa një pjesë të madhe të njerëzve që na i njohim, nuk janë sprovu, nuk kanë sprov hiç, as pak. Si ka mundësi marrë ndihmë Allahut pa u sprovu? Ndërsa pastaj kjo pjesa e sprovës, kjo ka mundësi me zgjat me dekada, me gjenerata të tëra. Provë, sikur që e dim se Allahu ka sprovu njerëz të shumë në kohën tonë, në kohën para 100 viteve ka sprovu Allahu shumë, para disa dekadave ka sprovu Allahu shumë, madje nuk mbet në tokë ndonjë popull pa u sprovu për momentin më njëherë. Tash, prandaj është më fol vetëm me këtë pjesën e përkatësimit, por Islami nuk është vetëm përkatësim. Janë sprovat Allahut të cilat duhet kalohen dhe Allahu këtë ligj nuk e ndryshon as për mua, as për ata, as për shkak përkatësisë tonë se na u përkatësohemi, se pjesa më e lehtë në botë është më përkatësu, por pjesa më e rëndë është më sprovu.